pasapaguzve të Republikës të Kosovës, parat e fëmijëve tonë, që jep në fushata, me ble vota, ky njeri as janin për kushtetut, për gjykatën kushtetuse, është shkel me qindra herë, në anën tjetër, gjatë krejt mandatit ti e ka pas një notere besnike shumë të fuqishme, Vjosa Osmanin, për cilën unë kam pas deklaroj dhe qëndroj në analizën time, që në rast se Albin Kurti është njëherë i keq për shtetin e Kosovës, në proporcion me Albin Kurtin, Vjosa Osmani është 100 herë ma e keqe, edhe shtetit Kosovës i ka bon 100 herë ma dam Vjosa Osmani se sa Albin Kurti. Kështu që nuk do të kemi zgjidhje, por do të kemi zgjedhje. Por kjo është opsioni vetëm në tavolinë sot? Jo, kjo është dëshira e Albin Kurtit për ta shkokërdhu mendresht këtë popull, të tredhun, ashtu kështu në trun, do më thonë, ju ka bloku këti populli, ka vite që ju ka bloku truni, dhe imagjino në qëfar